shihemi me 2 qershor. Të gjithë në sallë dinin që kjo fjali e Avni Deharit i priste edhe në takimin e 24 të tyre. Kështu, për po aq herë dështoi konstituimi i Kuvendit të Kosovës që ka ngecur në zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për votim të fshehtë për kryeparlamentarin. Edhe këtë dështim, PDK i afatëroi kryetarit të lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti, i cili sipas Lora Shitakut po insiston ta legjitimoj presionin politik si instrument. Fatkeqësisht për shkak të kryenetësisë politike të zotit Kurti dhe insistimit të tij për të legjitimuar presionin politik si instrument, ne kemi ngelur këtu ku jemi. Nuk votohet me diktat. Por kandidatja për pozitën e kryeparlamentares Albolena Agjiu i sheh parti tjera politike si bllokuese të procesit. Prandaj mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që opozita të braktisë qëndrimet bllokuese. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të jemi në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe të jemi në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra veprimet tona të jenë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ndërsa bashkëpartiaku i Agjiu deputeti Artan Abrashi thot vazhdimisht se po bëjnë përpjekjet që t'i bindin deputetët shqiptar të partive të tjera për të ndryshuar qëndrim. Por paralelisht me këtë, Abrashi theksoi se po presin edhe gjykatën kushtetuese të sqarojë çështjen e votimit të fshehtë. Megjithëse për më shumë se një muaj nuk arritën ta konstituojnë legjislativin, 120 deputet një ditë më parë morën pagat. Mirë po, disa prej tyre nuk u pëlqen të pyeten nëse i meritojnë ato. Nuk vendosin për pagën, është çështje procedurale dhe ligjore. Do të thonë, mund duket kështu pyetje atraktive, po nuk është me kontestin edhe me zgjidhjen e këtij problemi. Po 1.500 euro. Dhe deputetëve pa komisione, pa çatu rritet pak. Kurse Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka kritikuar deputetët të cilët sipas tij, pavarësisht që për një muaj e gjysmë nuk prodhuan asnjë vendim, morën nga 2.600 euro paga, apo në total 300.000 euro.